Të nderuar shikues, përshëndetje. Ti je në një nga këto televizionet e opozitës me këtë gazetarin Qimpeka. Doli Edvin Prifti, një nga mjekët, mund të quaj dhe shkencëtar, se unë s'jam i atij profesioni, po ai kështu e paraqiti veten që jam mjek dhe shkencëtar, tha, domethënë është dhe studius përveç se zbaton ato përfundimet shkencore, siç i quajnë ata që mjekësia ka vendosur si standarde për trajtimin e problemeve të ndryshme shëndetësore të njerëzit, se ky është qëllimi i mjekësisë, që të shërojë sëmundje të ndryshme të njerëzit. E kam fjalën për mjekësinë e Hipokratit, nuk e kam fjalën për mjekësinë e Big Pharmës, e cila është mjekësi kriminale, që ka shpikur fjalën virus në fakt nuk ekziston, dhe në fakt nuk kishte si të bënte përjashtim dhe Edvin Prifti, i cili tha që viruset më përpara mund të përhapeshin me sterkla dhe pastaj edhe me frym. Ajo që bën dallimin midis me dhe shkencëtarëve, që e quajnë jo pandemi, por plandemi, është dallimi se Edvin Prifti e konsideronte si pandemi që ngjiteshe, kurse unë mendoj që ajo ishte një elmim me një lloj lëndë elmuse luftarake të ngjashme me antraksin, që na e bënin nga ajri dhe nuk ngjiteshe as me frym edhe as me sterkla. Kjo është ajo që na dallon nga Edvini. Këto janë teoritë e pandemisë në fakt, këto me sterkla, me frym, që justifikojnë mbajtjen e maskës, kurse unë them që maska ishte një djallëzim më vete që as nuk të ndihmonte, por vetëm të përkeqësonte situatën, sepse rikthente dioksidin e karbonit dhe shtonte pranimin e tij në gjak dhe në mushkëri, duke ulur fuqinë reaguese të trupit ndaj helmeve që këta idhnin nga ajri, nga uji, gjoja duke spërkatur ujin nëpër këto depot e mëdha të ujit, me mostra të tillë që janë edhe ignorant, edhe sharlatan, por dhe shëbëtor, si ka qenë ky Lali Pleu, i cili thoshte që do t'ja u bëjnë vaksinat me dhunë, dilte edhe mbi Ramën. Sigurisht Qimpeka e shfrytëzoi daljen dhe historitë e Edvin Priftit në kohën e pandemisë për të thënë që këtu ka një regjim që është Edi Rama, se po të kishte qenë Sali Berisha dhe Shkëlzeni në pushtet, do ishte bërë mrekulli dhe Edvin Prifti do ishte pritur me lule me teoritë e tij të sakta shkencore, por naive. Edvin Prifti ka qenë një naiv, për mendimin tim. Pse? Unë kam qenë nga të vetmit që e kam mbrojtur publikisht, me sa di unë, në shumë raste, qoftë me postimet e mia, qoftë me... dhe ai madje më ka falenderuar kur doli. Dhe këto intervistat që ai e poshte përpjet, duhet t'i jepte ke podcastin, por kjo s'është një arsye që unë t'i mbaj mari absolutisht, e drejtë e tij le zgjedh ku doj. Edvin Prifti i takonte të theshte dy fjalë për qëndrueshmërinë që kemi bërë ne, unë sidomos, edhe kjo s'është modesti ta fshet dhe të mos e them, është mendje mallësi nëse se them, që në një televizion publik që unë s'marr përsipër të mbroj mëkatet e tij, siç flasin shumë njerëz kundër Top Channelit, s'më interesojnë dhe as i shoh shumë nga emisionet e Top Channelit fare, bile dhe emisionet tona i shoh shumë rrallë në YouTube, mbasi jepen shumë rrallë, dhe unë marr përsipër të them vetëm për atë vepër heroike që ka bërë Top Channeli. Dikush mund ta marrë sikur mua Top Channeli më jep ndonjë lekë kështu, 0 lekë. As kam asnjë marrëdhënie financiare me Top Channel, me përjashtim të
emisioneve të mia të podcastit tim që jap në Top Channel, që janë djersa ime, pagesat e mia, shpenzimet e mia që bëj dhe fitimet e mia në marrëdhënie me Top Channelin, i cili ka interesin e vet në marrëdhënie me mua, ashtu siç kam dhe unë interes win-win, edhe nuk e kam problem fare ti nga Top Channel, madje në shtator nuk besoj që dohem ke Top Channel me emisionet e mia, dohem vetëm ke kanali im i YouTube-it, por megjithatë këtë do ta shikojmë në muajin gusht dhe shtator se si do veprojmë, po besoj që as ata nuk duan të bashkëpunojnë më me mua, unë kam ndjekur linjën editoriale të podcastit tim, dhe Top Channeli asnjëherë nuk më ka kërkuar llogari se çfarë i deshet unë ke podcasti im. Dhe se çfarë fantazojnë njerëzit e se çfarë idiota e debila komentojnë atje kot më kot, nuk ka ndonjë rëndësi për mua. Rëndësi ka çfarë themi dhe çfarë bëjmë, jo çfarë mendojnë idiotët e shumtë që komentojnë në videot kur dalun ke rrethi 4 orë apo ke podcastin. Debila ka sa duash, kanë një telefon në dorë, lloj ignorantësh me 4 klasë shkollë që hynë shkruajnë, japin idetë të tyre të mëdha në komentet që bëjnë. Po ti kthehemi Edvin Priftit. Me Edvin Priftin ndajemi ke pandemia dhe ke pandemia. Po ta dëgjuat, po që se dëgjuat kur foli për me Kulloch, në mos gaboj që e ka emrin një nga heronjtë e rezistencës nga doktorët shkencëtar, i cili është Novakser, ashtu si që jam dhe unë, dhe që jam i deklaruar i parë në Shqipëri, pavarësisht do të dalin të tjerë dhe i përdorin shprehjen time, unë jam kolomb, tha, duke më pasur parasysh mua që për shumë gjëra unë kam thënë që kam qenë Kolombi, ai që la vezën i pari më kembo se zbuloj Amerikën, nuk e dia e kish me mua, e tha pa dashur, po besoj që ka dashur ta thot kundër me. Ai nuk përmendi heroizmin e atyre që rezistuan, të rrethuar me polici, me 2000 polic që bën rezistencën e parë të protestave no vax by force, no more lockdown, no masks. Dhe nuk tha asnjë llaf për ata 2000-3000 njerëz që dolën atje dhe që janë për mua heronjtë dhe më të ndriçuarit e kombit, dhe unë se u harroj kudo që t'jenë atyre heronjve, dhe kudo që të më shfaqen dhe të më takojnë, për mua ata janë siç ishin italianët që quheshin në fushatën e Napoleonit, ku Napoleoni të gjithë ata që kishin marrë pjesë në fushatën e Italisë i nderonte dhe i respektonte dhe në maksimum i vendoste në postet më të larta që ata meritonin. Pra për mua ata janë italianët dhe mos dyshoni që ata janë zemra dhe e protestave të tjera kundër sistemit, janë njerëzit me frekuencat më të larta, shumë më të larta dhe se Edvin Prifti. Edvin Prifti u gjend në këtë valle rastësisht për naivitetit të tij, pikërisht se nuk besonte që ishte pandemi, po e dinte pandemi nga Zoti, që përhapeshe me frymë, me sterkla, gënjeshtra, nuk përhapeshe fare. Ishte thjesht po të rinim në 2 veta aty poshtë dhe avionët tër natën kishin hedhur antrax, ose një lloj antraksi të ngjashëm nga ajri tër natën që na mbyllnin në darkë. Ne thithnim dhe njëri elmoheshe më shpejt që kishte imunitet më të vogël, dhe kur pas një ditë ose 2 ditë elmol i shfaqeshin tjetrit simptomat e elmimit, mendonte, ma kanë qitur ai se ishim një ditë bashk, dhe nuk kuptonin idiotat pavarësisht se ne çfarë theshim. Fjala virus është shpigur nga mostrat ja them dhe Edvin Prifti që është shkencëtar i madh dhe këtyre të tjerëve, është shpigur nga mostrat e Big Pharmës, që janë mjekësia Rockefelleriane, e cila shkatroi mjekësinë e vjetër organike me shërim organik të Hipokratit, me mjekime organike me të cilat trajtoheshe infarkot dhe shëroheshe, dhe zvendësuan me mjekimet, me drogë dhe me efekte anësore që nuk të shërojnë, por thjesht të qetësojnë për një farë kohe, dhe me kalimin e viteve ty
të shfaqen sëmundje të tjera, duke marrë ilaçe të tjera që japin efekte anësore të tjera, dhe fillon gjoja me një ilaç që nuk të shëron dhe s'mund të quhet ilaç, por është medikament, dhe vazhdon me një kuti medikamente pleq tanë që janë mjekuar të 100 vjet me mjekësinë mashtruese Rockefelleriane. Dihet që Big Pharma është industria më e madhe që fiton nga sëmundjet që i shkakton vetë dhe nga mashtrimet që bën gjoja me këta shkencëtarët që mësojnë në për shkolla, që përdorin fjalë të mëdha, po që janë për mua koqe kandari. Dhe një shumicë e tyre tashi ku ndahem unë me Edvinin dhe çfarë ndodhi, si është historia e Edvinit. Edvini ka dalë në fillim të vitit 2021, kur ne kishim një vit që bëni betejë me regjimin botëror të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, që Rama u përpoq ta zbatonte, dhe që po t'ishte Qimpeka, mendoj që Edvinin do ta kishin vrarë, po t'ishin njerëzit e Qimpekës, pra Saliu me Shkëlzenin, dhe të kishte ndodhur ajo që ndodhi me Edvin Priftin, ata do ta kishin vrarë, dhe Shkëlzeni hiqeshe si heroj madh që sistemi do të shfrytëzoj për politikë, që të vi Saliu me Shkëlzenin çdo ditë më shumë, me çdo dalje, me çdo të ftuar, kërkon të tregoj që ky është shumë i lik, dhe po të vi Saliu është shumë i mirë. Saliu me Tritan Sheun, po dhe u them unë, edhe me atë Vokshin, do ta kishin bërë diktaturë, që diktatura e Edi Ramës, e Manastirliut dhe e këtij mostrës që është në burg të Mjaftit, këtij Lali Pleut, diktatura e këtyre do të duke lule, po t'ishte diktatura e Berishës, e Tritan idiot Sheut dhe e kësaj Vokshit që s'dua të them ndonjë fjalë tjetër se është femër. Ky era viktim e naivitetit të vet, dhe prandaj hyri në luftë me sistemin, sepse sistemi e futi në burg. Pse era në luftë? Ky, kur ka qenë Sarsi, ashtu siç e tha dhe vet, ka qenë në Kanada dhe kanë gjetur disa mënyra si mund ta luftonin Sarsin. Dhe me qenë se Sarsi ishte i ngjashëm me elmimin që shkaktonte Covidi, ky mendoi se mund të gjendesh ilaçi dhe dërgoi në revistën e mostrave të OBSH-s, në krye revistën e mostrave, në revistën franceze të mjekësore Lancet, që është e botojnë këta mostrat që organizuan pandemin, ky u dërgoi një shkrim se si mund të luftoheshe Covidi, i cili ishte i sakt si shkrim, por që ky kujtonte se ata që kishin Lancetin dhe që ishin Organizatën Botërore të Shëndetësisë, ishte pandemi dhe ata po kërkonin shkencëtar si ky Edvin Prifti që ta luftonin Covidin. Kur ta e panë që ishte një njeri që mund t'i qaseshe luftës kundër vdekjeve të mëdha që shkaktonte elmimi me Covid, edhe me trajtimin nëpër spitale, se 90% e atyre që në spitale, nga protokolli gabuar që u kishin dhënë me Remdesivir, që është helm gjarpri, edhe duke shtuar helm mbi helm, këta vdisnin edhe për arsye të intubimeve të rënda. Unë nuk jam shkencëtar dhe profesor i madh që të flas me terma shkencore si flet Edvini, se me terma shkencore nuk ka me ta. Por unë kam lexuar dhe studiuar gjatë gjithë kohës pa ndërprerje 20 orë në ditë, gjithë shkencëtarët më të mëdhenj kundër pandemisë, do jo kundër pandemisë, si studionte Edvini. Dhe mua s'më duheshin shumë këto formulat kimike dhe këto termat shkencore. Mua më duheshe përfundimi që ata jepnin. Dhe unë 5 vjet, 4 vjet e gjysmë, ja thash popullit, ke rrethi gatror dhe ke postimet e mia në Facebook, në një kohë që Edvini luftonte me drejtësinë për të mbrojtur lekët që i kishin kapur në shtëpi, në një kohë
që unë nuk kisha lek të pija kafet kur ynja dhe jepja postimet e mia në për kafet e lagjes, dhe kur më vinte kamarieri më theshte qa do marrësh, i thesha ja do rip pak se po pres një shok dhe do ik dhe do porositim bashkë me të, dhe sa mbaronja intervistën që jepnja, ngriesha dhe iknja dhe i thesha kamarierit që nuk më erdhi ai shoku, më fal. Pra ky është ndryshimi mes nesh. Edvini nuk doli asnjëherë me ne në vitin 2020, nuk na shkrojti ne asnjëherë në vitin 2020, mua që isha iniciatori nëpërmjet rrjeteve sociale për të filluar protestat në Tiranë, dhe që të gjithë mendonin që unë një ditë do të gjendesh ai vdekur, ai asnjëherë nuk na shkrojti dhe nuk na inkurajoi. Vetëm kur ai hyri në bela për shkak të naivitetit të tij që ju dha formulën e shërimit, ata u shqetësuan dhe po mos ishte Edi Rama, të ishte Sali Berisha, jam i sigurt që do ta eliminonin, siç e thash dhe më parë. Por Edi Rama mund të ketë shumë poshtërësira të mëdha, por nuk është njeri që ka treguar që ka dëshirë të vrasë dikë, dhe me sa di unë, ai nuk e ka bërë ndonjëherë një gjë të tillë, se tjetrit sa do ta urresh duhet t'i thuash të vërtetën. Dhe nuk dua ta marr absolutisht në mbrojtje, është një qelbësirë që duhet larguar, sepse po zbaton agjendat e sionistëve për të kolonizuar Shqipërinë dhe një orë më parë është rreziku i madh i shqiptarëve që duhet larguar, dhe që protestat do ta largohen në mes të shtatorit dhe në mes tetorit. Jam i sigurt që dhe në mes tetorit qelbësirat do ketë rënë, por e vërteta është e vërtet për atë që thash më lart. Dhe po ta shikoni, Edvini tha, unë nuk jam Novaks, tha, si ai Mekullov, tha. Koha do ta tregoj, tha. Po mirë më Edvin prifti, po Shqiponja bën vaksina, më qëron 300 vjet, po Gjarpri bën vaksina, qëron me qindra vjet. Po Ujku dhe Ariu që rinë në përdobore në male edhe përballojnë me një imunitet të lartë gjithë kushtet e rënda atmosferike, bëjnë vaksina ata. Po gjyshi dhe së gjyshi tanë kanë bërë vaksina, që ne kemi ardhur deri më sot, me vaksina kemi ardhur ne, apo pa vaksina? Ju do thoni që kur bën vaksina të shtuaj gjatësia mesatare e popullatës. Jo, e keni gabim. Është shkurtuar nga vaksinat. Gjatësia është shtuar nga rritja e gjenës së qyteteve, sepse në për zonat urbane kishte shumë fekale në për rrugë, minj, smundje nga më të ndryshmet që shkaktoheshin për shkak të papastërtive në zonat e mëdha urbane. Kurse në vendet rurale ku kishte pastërti më të madhe, dhe sidomos kur ndonjëri kishte fat që të kishte dhëmbë të forta, që të ushqeshe me vite të tëra, me ushqime organike, ronin njerëzit edhe nga 120 vjet dhe nga 130 vjet. Mund të vdiste njeriu nga një apandesit, se nuk dinin si t'i bënin operacionet, por në qoftë se ai nuk kishte fatin e keq të smuresh nga një apandesit apo të kishte qelbëzime ndryshme në organizëm, ronin me qindra vjet njerëzit në mënyrë shumë të shëndetshme. Pra edhe kjo është një që na ndan, që s'jemi në të njëjtat frekuenca me Edvinin. Pra ai thot, jo pandemi, po pandemi, dhe thot me krenari, unë nuk jam Novakser, thot, jam vetëm kundër vaksinës së Covidit, e cila fuste proteinën sintetike, kurse vaksinat e tjera janë të mira, kurse unë them jo, asnjë vaksinë nuk është mirë, të gjitha vaksinat janë shpike e Rockefellerëve që të na mbajnë në farmacitë e tyre të Big Pharmës, që ata të bëjnë lek një lloj si kompanitë e naftës, kompanitë që shesin armatime, kompanitë e bankave që fitojnë pare të mëdha nga njerëzit e thjesht. Kështu është dhe Big Pharma si kompanitë e naftës, e ku e di unë. Prandaj
U detyrova sigurisht Edvini shumë i mirë se qelbësira të tjera si ai Ulqinaku, ai Bargderi, ai Fundërina, që në qoftë se do vinte në pushtet ai duheshe në gjotin të vendosesh atje ke sheshi Skënderbej bashkë me këto Manastirlind e me këto komitetin e Leshit që dilnin atje dhe i bënin niso kriminelve të organizatës botërore të shëndetësisë dhe të Klaus Schwabit për rivendosjen e madhe. Kaq sa për ta sqaruar dhe nuk më vjen mirë që Edvinit s'më vjen ke podcasti im, s'vjen mirë sepse ai e di që po përplas me mua qoftë nga historia e të kaluarës, nga rezistenca, nga ndershmëria që kam pasur unë dhe nga futja në betejë për arsye morale, jo për arsye pragmatike se ata më luftuan mua, jo, s'më luftoi njeri mua. Unë dola se doja të mbronja popullin. Edvini doli se kërkon të mbroj veten dhe tashi kërkon të vendoset nga ana jon. Mirë se ke ardhur Edvin, je mi mirë se njerëz të tillë si Ulqinaku, Ali Mehmet, Diaboliku, këto të komitetit të Leshit, Manastirliu, Edi Rama, Tritan Sheu, Moza Vokshi, që ka jo Vokshi, Albana Vokshi, e të tjerë qelbësira që ka pasur parlamenti dhe që dilnin e ulërinin vaksinat, Tritan ignoranti dhe Valbona, ajo Vokshi edhe Sali Berisha mbrapa këtyre, megjithëse Saliu dyshojt se bënte për hipokrizi për ta pasur mirë me ata dhe dyshojt se ka bërë vraskinën e Covidit, se ndryshe nuk ka mundësi të ishte gjallë sot nga unë Alfred Sako, tung. Thuaj të vërtetën se e vërteta të bën të lirë.